Në Gjilan, për shërimin e migrenës, një nga personat që ka bo emër në Kosovë, në trojet shqiptare, 3 sekonda punë, kush ka probleme migrenë, janë shumë njerëz që faleminderojnë, tash ka ardhur një shok prej Gjakovës, që edhe ky ka problem. Gjakovës i urojmë suksese, një edhe mo shërim, mos të ketë mo problem. Dorën, ilaç. Këm ka qonë në spital, do doktor asim gjumë, veshën, s'ki ko gjote. Ja, mos s'ki nevoj me shku në spital hiq, në Gjakovë. Në gjore nga pas vjetë, dhe aji ku ka shti në Siri, në Amerikë, ku a i pa 3-4 mujtë të mrohë njerë, ku të mrohë, pa mund të qojnë në emergjensë atje, se pa vedije jëmë, pa herë në fundit. Prej qendrës e lokacionin ku tini, lak qendrës Gjilanit ku është shtatori Agim Ramadanit, sa i ka këtu 200-300 metra që ku kini reklamën. Morelato. Hajde Gjakova, po ndihesh ma mirë? Perfekt. Perfekt, Po ha? mdoket ka lej krejt tash. Më thënë rrugën të shikoni. Kina me dal. Ka dole veç pakës. Shumë që këtu, rrugën e patë. Shtature? Po.